Rikthemi me njerë në studio e natyrisht për transferuar linjën tek Genta, e cila është gati tashmë miq të saj për të na mirëpritur e për të nisur këtë minutazh deri në orën 9:30. Genta, përshëndetje. Përshëndetje Stella, mirëmëngjes. Jemi zgjuar ndryshe sot, ne kemi kohë të mirë. Për fat të mirë duhet thënë. Për fat të mirë duhet të se jemi shumë në terren, kështu që po të mos ishte nuk do të ishim këtu. Sigurisht. Sot përkujtohet 69 vjetori i shkollës ushtarake Skënderbeg dhe është menduar të përkujtohet me një veprimtari, me një organizim në ambientet e Muzeut Kombëtar. Unë sot kam të ftuar dy figura qendrore të kësaj shkolle, të cilët më mirë se kushdo mund të na flasin për historikun dhe për rëndësinë dhe sigurisht për peshën që ka patur ajo në arsimin ushtarak shqiptar. Pikë së pari më lejo të prezantohem me zotin Mikado Shako Hoxha. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Është kënaqësi t'ju kemi këtu. Kam përshtypjen se puna e bërë gjithë këto vite meriton një vëmendje të veçantë. Kënaqësia është e jona dhe unë fillimisht do të dëshiroja të falënderoja ekipin e televizionit Ora News për profesionalizëm dhe të kundërdodhur në aktivitetet tona në përgjithësi dhe të shoqatës në veçantë. Edhe Çenullani nuk e harron ti, sigurisht. Unë e di se Çenullani është Ora News. Ne jemi si motra, por që jemi të ndara, sigurisht. Vlen për të përmendur dhe zoti Medi Pogaçi, i cili është kryetari i shoqatës së ushtarakëve. Përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi t'ju kemi dhe ju. Ju mani peshën e ushtarakëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë, apo jo? Kënaqësia është e imja, natyrisht peshën e gjithë ushtarakëve ne përpiqemi të kontaktojmë dhe të organizojmë gjithë ushtarakët në rezervën e pensionit të Shqipërisë për problemet e tyre, sidomos për çështjet ekonomike dhe për gjitha ato probleme që rrjedhin të drejta dhe detyra që rrjedhin nga statusi i ushtarakut. Dhe në këtë ne bashkëpunojmë edhe me shoqatën Skënderbegasi, antar të së cilës jemi ne, dhe shoqata Skënderbegasi është në të njëjtën kohë antar e shoqatës tonë. Pra jeni në një sinkron perfekt. Megjithatë duhet thënë që sot përkujtohen dy figura mjaft të rëndësishme, të cilat me kontributin që kanë dhënë për shkollën Skënderbeg kanë dhënë sigurisht vlera shumë të mira dhe që historia i ka pranuar krahapur, le themi, në radhët e personave më të dashur dhe më me vlerë në shkollën Skënderbeg, është zoti Ismet Bellova dhe zoti Bekush Birçe. Megjithatë, do doja të dija pak historikun e shkollës Skënderbeg. Kur është hapur? Një vit gati pas përfundimit të luftës u krijua shkolla e mesme ushtarake Skënderbej në mars, e pikërisht në 28 mars të 1945. Studentët e saj ose nxënësit e saj të parë kanë qenë pionerët e luftës antifashiste nacionale shqiptare që e kishin lënë studimet për të gjysmë. Ishin fëmijët e dëshmorëve të Adeut dhe kontingjentë të tjera që donin që të fillonin jetën në ushtri. Në këtë shkollë atë e ka patur edhe nxënës në fillore, në 7 vjeçare edhe të mesme. Kjo ishte një shkollë, ishte dhe ka qenë tërkohën shkollë e mesme ushtarake. Po si të gjitha shkollat e tjere, nga kjo kanë mburuar mjaft kuadro të fusha ndryshme edhe të sportit, si që është Ismet Bellova e Bekush Birçe, po dhe hyje të sportit shqiptar, si Petit Muzaku, që është Petit Sasri, Isatare, e sa sportistë tjerë të cilë do të diskutojnë e sot, për në ratë parë kjo ka qenë shkollë ushtarake, edhe pjesa me madhe, mbi 80% të kuadrove kryesore të ushtrisë, si shefat e shtabit të përgjithshëm, komandante e forcave toksore, komandante e forcave detare, komandante e forcave të aviacionit, kanë qenë me periardhje e Skënderbegas, po kështu edhe në botën akademike. Në qoftë se do të shikojmë generalët e sotshëm nga Kostaq Karoli, general major, shefi shtabit përgjithshëm, e deri te shefi shtabit i fundit, të gjithë janë me periardhje e Skënderbegas. Edhe sot, komandanti i doktrinave, i forcave toksore, detare, dhe ajo e vazhdojnë të jenë me periardhje e Skënderbegas. Ne kemi edhe presidentin e Republikës, është me periardhje e Skënderbegas, sidoqoftë është më i ri nga ne, por edhe 7-8 deputet tjerë, duke përfshirë Luan Ramën, Piron, Lutën, Qefalin, atë Angelin, edhe deputet të tjerë, të cilët shkollën e mesme e kanë bërë në shkollën Skënderbej, sepse e shkollë përveç gjimnazit përgjithshëm, kishte edhe grupe të veçanta
që mësonin në shkollë jashtë, në shkollë Politeknikumin, paranën teknike, në shkollë ekonomike, në shkollën e kulturës, e të tjere. Ajo çka vlen për të theksuar është një shkollë, një formimi të përgjithshëm, kryesisht me karakter ushtarak, por në vitet e para, le të themi të pavarësisë apo të formimit të shtetit. Pra, merr një vlerë akoma më të veçantë. Si ishin hapat e para? Hapat e para kanë qenë të vështira, se nxënësit tregojnë shokët tanë, banin edhe pistolet nëse armë, nuk i dorëzonin, sa ishin kthyer nga lufta. Sigurisht jo për të luftuar, por e kishin për krenari. Po pastaj me kalimin e kohës ajo në nështruar rregullave të çdo shkolle të mesme. Ajo ka konkuruar në shumë fusha, sepse aty ishte një formim i gjithanshëm, qytetar, intelektual, shoqëror dhe profesional, i nivelit lartë. Edhe kjo ka qenë një shkollë emblem e arsimit shqiptar. Prandaj edhe sot festa është e ushtrisë kombëtare, është e arsimit shqiptar, është e institucioneve shtetërore, por është edhe familjeve tona. Është një festë ditëpërfshirëse. Edhe nga kjo kanë dalur përveç gjikësve generalëve, ne kemi edhe krijues të fusha ndryshme, për shembull shkrimtar, Lirim Deda, Kundret Veqa, Razi Ibrahimi, Agim Cerga, Minush Jero, Agim Hila, këja, sa të duash të tjetë shqiptar. Absolutisht, një mori... Bashkim Kozeli, dramaturg, i ka vënë 8 drama i ka vënë në skenë, bashkimi është i brezitim. Po kemi edhe në fushat të tjera, të sportit, do të flasën ata shokët, po ne kemi edhe në balet maesim më të mirë, që është këtu në operë dhe në balet, është ta më me Periardhë e Skënderbekas, edhe Skënder Selimin, edhe a i ka bërë atë Miqo Papadopullin, po ylli i gjithë sportit shqiptar është Petit Muzaku. Ajo është i 45-ës, ka marrë pjesë, ose ka qenë lozur në mjaft sporte. A i ka qenë gjithmonë objekti televizorëve dhe i shtypit. Pa diskutim, historia vjen aq e larmishme dhe mbushur plot. Megjithatë, ushtarakët sot, bëjmë një paralelizëm të dy kohëve? Ne mund të bëjmë paralelizëm të dy kohëve, por desha të mbështesja ca gjëra që tha Mikadua. Domethënë shkolla Skënderbej është një traditë e shkëlqyer, sepse merr kulturë të gjithanshme në të gjitha fushat dhe kanë qenë nga pedagogët më të mirë që mund të kenë ekzistuar. Dhe nëse në atë kohë merrë një 5, me kohën e sot me 5 është sa një 10 e kohës që merret sot në shkollat shtetërore, në shkollat private. Dhe po të më megjithëse shkolla Skënderbej lindi si një ekzigjencë për të patur kuadro ushtarak dhe për të bërë dhe shkollën e mesme ushtarake që vinin nga lufta, natyrisht ajo ishte një përvojë dhe një traditë e vendeve perëndimore, sepse mjaft vende perëndimore, siç janë Italia, Turqia dhe mjaft vende të tjera, që tash unë si mbaj mend, kanë ende shkollën e mesme ushtarake. Pra kjo ishte një traditë, jo një traditë e ardhur nga shkolla e luftës, por një traditë perëndimore. Dhe kjo traditë ka vazhduar. Dhe sot ushtarakët, atë që tha Mikadua, janë kudo, pavarësisht se sot gjithë këto figura të shquara që u tha, një pjesë e mirë janë me pensione akoma qesharake, që 8 vjet gjatë kohës së qeverisë së SPD-s kemi luftuar për të rregulluar këto pensione. Ende si janë rregulluar dhe jemi gjithmonë me shpresa që qeverisja e re t'i rregullojë. Dhe mirë se erdhi dhe profesori jon. Absolutisht mirë se erdhi, nderuar miq, me ne është bashkuar te zoti Ismet Bellova. Përshëndetje, shumë kënaqësi. Faleminderit, po se dia u kënaq do të sot se jam për falë zez me zërin. Tamam me pasuritë që kam unë. Ju sigurisht jeni një ndër figurat më të shquara dhe një krenari për kombin ton për sa i përket fushës së sportit dhe jeni pikërisht një Skënderbekas, apo jo? Sot përkujtohet... Një mësues dhe mik i Skënderbekasve. Mësuesit më me emër duhet të thënë. Nga 2 vjetrit jam, kam punu për një kohë gjatë. I kam pas në zonës, i kam kthyer në miq të jepës e të familjes dhe kam rujt miqësin me ta gjendit të sotme. Është një dashuri e vjetër, kjo me ta prej 60 vjetësh. Jo, unë kam 60. Ju keni 60, numroni 60 vite që janë shumë, janë një jetë dhe janë një kontribut i cili vlen për të vlerësuar dhe për t'ju thënë faleminderit sot mbas kaq vitesh. Na sillni kujtimet tuaja, ju lutem, nga ajo kohë. Falënderimin më takon mua në radhë parë për shkollën Skënderbej, për Skënderbekasit e mi, për miqtë e mi të ushtrisë,
që më kanë nderuar dhe më kanë respektuar kaq shumë gjatë gjithë këtyre 6 dekadave. Pastaj u takon dhe atyre gjithë cilën e kanë bërë vazhdimisht edhe e bëjnë edhe sot. Është një traditë e gjatë. Si mendoni se ka vazhduar, të paktën ditët e sotme, është ruajtur thelbi i filozofisë? Ruajtur, e kanë ruajtur, sepse është nxënësi dhe miku im i dashur që e kam në keramikadua, që nuk të lenë për qamet kujdeset me punën e tij pasionante, ka kontribuar që të ruhen traditat e shkollës, të mbahet gjallë kjo traditë e bukur, të pasurohet dhe të përtrihet gjithnjë më shumë. Ka patur një punë të jashtëzakonshme, pra bërë gjithë këto vite dhe vjen e përkthyer dhe në ditët e sotme. Ju lutem kaloni më afër meje, ndërkohë që intervista merr dhe karakter më të zgjeruar, sepse është ballafaqimi i le të themi dy kohëve. I kanë kaluar pothuajse mbi gjysmë shekulli, apo jo? Pak më shumë. Ty nuk të lën telefonatat. Por ama ke edhe një detyrë shumë të rëndësishme. Po. Unë doja të thoja edhe këtë se mos më kemi. Shiko, profesorët e tha zotëria më parë kanë qenë nga më të mirët në shkollë. Edhe nxënësit po ashtu. Se një shkollë e nderojnë nxënësi, po në radhë parë pedagogët, sepse pedagogët jo vetëm që edukojnë, po dhe ata të formojnë si njeri në të gjitha drejtime. Edhe këtë punë pedagogët e kanë bërë më së miri. Por një gjë që oficerët përgjithsisht sistemet nuk i kanë dashur aq shumë. Erdhi pushteti mbas luftës, i nxorri ata që ishin mbaruan perëndim në rrugë. Më vonë erdhën të tjerët, i nxorën dhe këta që ishin mbaruan lindje. Erdhën këta të tjerët, na nxorën dhe neve në pension. Tash këta oficerët i duan primitinje, për të ruajtur qendrat e votimit, për të parakaluar para tribunës, edhe për të duar trokitur në sallën e kongreseve. Se për gjëra tjera nuk i duan më. Kjo na vjen keq se duhet respektuar shkolla, përkushtimi, niveli. Jo, merr nga rruga vish oficer, ne që kemi bërë shkollës në be, shkollë bashkuar, akademi e sa, 20 vjeç të nxjerrën lirim, ta ne më tash u quhet us reform. Po hasni dhe probleme, apo jo? Këto janë çka prezantohet ditët e sotme, si ju duket ju? Kjo është situata fatkeqe, mirane dhe realiteti shëmtuar se që thatë ju për ushtarakët. Naturisht ka problemi ishtë i ma, sepse ne dim situatën që ekziston në tërësi, por ushtarakët kanë disa vështirësi dhe prandaj bota i ka vlerësuar dhe i vlerëson, se shpesh herë tonë që kanë bërë dhe çfarë s'kanë bërë. Po bënim një diskutim që ushtaraku vetëm për atë që nuk duhet të diskutoj urdhrin, është një privim që i bet. Ushtaraku duhet të urdhëron komandanti ik prej këtej dhe ti do ikësh, hajde këtu do ti do shkosh, ndërsa një civil thotë s'dua të vi pse do të vi, pra bindje absolute. Edhe desha të thosha çik për profesorët, me që kanë profesorin përpara dhe foli Mikadua që megjithmonë të ishin tillë, shpesh vije pikpyetjen, ishin shumë korrekt, shumë të rrept në mësim dhe ishin shumë dashamirë, shumë miqësor, shumë familjar në mbasi mbaron të ore mësimit dhe shpesher bënim pyetjen, i kemi miq apo i kemi armiq, dhe të sjellja, pra ishin shumë korrekt në orën e mësimit, gjë që i bënte megjithmonë Skënderbega si të ishin nga studentët, nga nxënësit më të mirë. Edhe në universitet që kanë shkuar kanë qenë nga studentët më të mirë. A ka interes kjo shkollë ditët e sotme? Ka të regjistruar, le themi, vrullshëm në të si dikur? Shiko, kjo shkollë sot kuptohet që është mbyllur. Unë jam dihet që nevoja tona për ushtarak, për oficer, janë të pakta, sepse dhe forcat armatosur janë të pakta. Por e thash, perëndimi e ka këtë, për marë Italinë ku kam qenë atashe ushtarak, ka akoma shkollën e mesme në Napoli, Nunciatella, ki fut 16 vjeçar, 15 vjeçar i fut edhe pasandaj qonë në Akademi Ushtarake në Modena. Dhe kjo traditë mund të ruhet, ka pas qenë ruajtur duke çuar në Turqi, po mund të çojnë edhe në këto shkolla. Ende mund të çojë Skënderbega si mota që ai që del ushtarak të jetë ushtarak i fuqishëm, ushtarak i formuar, jo ushtarak si thon sot që po na thoshte dikush një drejtues i lartë, e kuptoni mbrojtjes që sot e marrin gradën nga nën oficeri deri te generali duke paguar para. Ku jemi? Ku na çon?
Kjo është situata. Qartë. Kjo të çon pastaj edhe në keqardhje, sigurisht, sepse është formimi i shtetit, ajo ana ligjore dhe një prezantim dinjetoz që duhet të jetë ndoshta dhe në instancat e tjera, siç po përmendni ju dhe shkollat si motra apo jo. Patjetër. Gjithmonë problemi këtu është tek trajtimi dinjetoz i ushtarakëve, sepse ushtarakët me gjithmonë për shkak të reformave, për shkak të reduktimit të forcave të armatosura, që është edhe një kërkesë e NATO-s, kanë dalë, po problemi nëse këta ushtarak kanë një pension dinjitoz, askush nuk i vjen keq nëse i vjen koha e caktuar ligjërisht të largohet nga radhët e forcave të armatosura, sepse ka një pension parakoshëm ose një pension pleqërie dinjitoz. Megjithatë, nuk desha ta spostoj vëmendjen te këto, desha përsëri ta sill në vëmendje pedagogët tanë të shkëlqyer, zotin Ismet Bellova, që s'ka qenë vetëm për në Skënderbegasit, po domethënë është një figurë e shkëlqyer, një figurë kombëtare e pa diskutueshme. Edhe për këtë mund të flasë vetëm Mikadua, sepse unë jam mëri. Menjëherë tani, më flit pak për Bellovën. Bellova është një figurë e shquar e shkollës mesme ushtarake Skënderbej. Një figurë e shquar brenda vendit edhe jashtë vendit. Ai shpesh i kthente, shpesh edhe shpejt i kthente nxënësin në të barabartë, me punën e tij, me vullnetin e tij. Ishte një mësues që jo vetëm që të mësonte, edukonte, po edhe të formonte. Një veprim i tij vlente shumë tepër sa 100 fjalë të tija apo të dikujt tjetër. Ti flet dhe nga eksperienca apo jo? Më tregoj një histori që mban mend, diçka pikante. Shiko, mua më vuri një herë në boks, që ndoshta nuk e mba mend, u ka marrë nga fshati, nuk dija që ishte boksi, edhe më vuri me një shkodran që ikuaj nga shkolla Gjovalin Radovani. Unë doja ta kapja ashtu nga mesa, ai më qëllonte u bia në tokë, pastaj me njëherë e nëroj atë, e vuri me një, e vuri me tjetër, mua më vuri me një trangu tim, se nuk dija se si mbaje pozicioni i boksi, nuk dija se si bëj skerm, se ky ka mësuar edhe skermët, që e bënte, e të gjitha llojet e sportit, ky nditje me vëmendje nxënësin, edhe e shikonte se që raportet midis tyre, si ai që i peshon për dalë në boks, edhe ndihma e tij, shëmbulli i tij ka qenë shumë frikëdhënës në shkollë, edhe ne tash e kemi si thonë këtu mbi krye për çdo gjë, në çdo sebeb, në çdo ngjarje, edhe kemi përnder që pranë neve të jetë profesori Ismet Bellova. Ndërkohë sot është një veprimtari përkujtimore, apo jo? Konkretisht çfarë do të organizohet? Sot është festa e shkollës Skënderbej. Festa e shkollës, pavarësisht se shkolla është mbyllur, ka vite, nuk e shman do të njeri historinë e saj, as të kryet e shpinës, as të përgojuet, as komplekset politike që venevin, as pushtetarët. Edhe mbas saj, ne ja kemi kushtuar 2 pedagogëve tanë, profesor Ismeti dhe profesor Bekush Birqes. Do të flitër, përda, këta në fakt kanë zvënsuar, ose mund të zvënsoni një institucion të tërë. Atë që bënd të ky në shkollë, ku kemi qenë ne, atës se bënin do të më vonë edhe 4-5, apo ku e kryua një katedër e përgatitjes fizike. Pra e ka me të vërtet motivacionin që zvënsonte një institucion të tërë. Do flasim për këta, pastaj do ndajmë disa dëshmi, do të ndaj shoku, kryetari shokjatës ushtarakëve, pastaj do të kemi një 2-3 këngë, një recitim, edhe një monolog tjetër, mbas asaj kemi edhe një koktejl. Pra një fest në kuptimin e plotë të fjalës, ashtu siç e meriton rasti. Se tash edhe këto mundësitë ekonomike janë të kufizuara, se është e çuditshme, edhe këta biznesmenët janë turë, japin politikës shoh atje, Mikado Shakorë që ka 10 milion lekë. Mos e me për të vërtetë, Ismet Bellova ka dhënë 20 milion lekë për fushatën e zgjedhjeve. Kur jenë puna për shoqatës, japin gjë fare, ne kuota nuk marrëm. Edhe detyrimisht që kemi këto modeste tjetër, unë i thash njërit, po ti dhe 10 milion për partinë, ke dalë në gjitha gazetat, po për shoqatën jo. Dashje pa dashje, bërë edhe një apel për ndihmë, për fonde. Zoti Bellova, patjetër që e bëri një apel, sepse ka mjaft i Skënderbegas, ka mjaft ushtarak, që ndoshta s'ka qenë të Skënderbegas dhe mund të kontribojnë qoftë për shoqatën e Skënderbegas, qoftë për shoqatën kombëtare të ushtarakëve në rezervë. Pra mund të kontribojnë sepse
sipas gjitha rregullave dhe ligjeve që janë në fuqi. Pa diskutim. Zoti Bellova, do të flitet shumë për ju, në mënyrë absolutisht të merituar. Ju si ju bën të ndjeni ky fakt? Kam frikë se do të dehem në këto fjalë, kaq të mira, kaq për zemërta. Tani duke ju referuar dhe moshës, dihet që ne pleqve me një cigare, me një kafe, na bëhet qefi, jo më kur thohen gjithë këto fjalë, të ëmbla, të bukura. Profesori shumë modest. Edhe më tha mua, bol që u diskutova, që nuk duham shumë, tha. Mos më dhe atje të fte as fotografi, as mos ma për më një emnisal. A u diskutova për të vlerësuar, po bolaq, leteri aty. Ne, në fakt, njerëzit e mdhej janë dhe modest. Nërkohë ne kemi arritur kështu në minutat e fundit të transmetimit, do doja një përshëndetje të fundit nga secili prej jush. Me këtë rast dua të përshëndes televizionin tuaj natyrisht, por dua të përshëndes gjithë ata ushtarak që kanë qenë në Skënderbegas dhe që kanë qenë nga figurat kryesore të forcave të armatosur dhe që vazhdojnë të jenë ende, siç e tha Mikadua, dhe të gjithë ushtarakët në rezervë dhe në pension dhe të gjithë të bashkuar të luftojmë të përpiqemi për të drejtat tona të përbashkëta. Absolutisht po. Shkurtimisht si mesazh të fundit. Ta gëzojmë festën e përbashkët të gjithë Skënderbegasit, pjesëmarrëve të afër të familjeve tyre. Gëzuar nga mot gëzuar. Unë do të bëja në radhë të parë një mesazh për shkollën ushtarake Skënderbej, për këtë shkollë të lavdishme të vendit tonë. Do të shpreh një mirënjohje, falënderime dhe përshëndetje për të gjithë ish Skënderbegasit e mi, sot miqtë e mi të ngushtë, për kryesinë e shoqatës, për Mikadon personalisht, për zotin Medi, për të gjithë miqtë dhe shokët e mi, duke ju uruar, gëzuar festën e përvjetorit të shkollës. Ishte shumë e kënaqur që ju palla të treve. Ishte surprizë shumë e këndshme dhe ju uroj jetë gjatë dhe të shijoni vitet e avancimit pa diskutim, por dhe të mirënjohjes që vjen si rezultati punës tuaj. Ju faleminderit. Genta, e kam studion po Stella. Në fakt është bukur që të tilla data përkujtohen me nostalgji, por edhe me humor. Do të thënë humori vazhdon të jetë ende prezent pavarësisht viteve. Janë të rinj në shpirt në maksimumin e tyre. Kështu që Samir që kanë shërbyer sigurisht për t'i dhënë një frymarrje tjetër këtij realitetit tonë dhe sigurisht historia kur vjen në terma të tilla ja vlen të me mirënjohjen më të madhe. Jemi të lumtur që kemi pasur sot. Faleminderit Genta që na solli këtë lidhje dhe që nuk e lënë në hije këtë 69 vjetor të një prej shkollave për cilat edhe pse brez i ri ne kemi dëgjuar të gjithë bëmat edhe personalitetet cilat kanë kaluar më parë nga kjo shkollë. Mirë, kemi dhënë fund kështu lidhjes së drejtë për drejtë me Gentën. Natyrisht unë do t'ju lë në shoqërinë e muzikës sepse i paraprim kështu bisedave me miqtan në studio në lidhje me tema të cilat shpeshherë lidhen me shëndetësinë, na sjellin këndvështrime të tjera, por sot do të kemi edhe zonjën Beti në studio e cila vjen gjithmonë në ndihmën e ëndrave tuaja të cilat nuk marrin përgjigje në të përditshmen. Do të jetë mikesha jonë e dytë e ftuar në studio zonja Beti, por doja t'i paraprija që tani që të gjithë ata që kanë ëndra dhe duan shpjegimin e tyre, do të mund t'i marrin përgjigje sot nëpërmjet numrit tonë të telefonit 04 2344 740. Sigurisht momentin do të shkojmë tek muzika e më pas ne rikthehemi këtu në këtë studio me miqtan.